Cilat janë gratë më bujare në zodiak? Një person bujar është kush mbështet gjithmonë ato që kanë më shumë nevojë për ndihmë. Të qenurit bujar konsiderohet një virtyt që është pjesë e natyrës sonë më thellë dhe për këtë arsye është një simptom e ndjeshmërisë dhe dëshirës për të përmirësuar gjërat. Përkundër kësaj, arsyet që i shtyjnë këto gra që të shfaqin këtë tipar janë të shumta, siç do t'i shohim tani. Virgjëresha, pavarësisht pamjes së saj të rrept racionale, gati të shkëputur, gruaja e lindur në shenjën e virgjëreshës ka lindur me një ndjenjë të thellë ndjeshmërie dhe ka një vlerë të lartë morale, prandaj urem padrejtësitë dhe kontribon në mënyrë aktive për të mos lejuar që të ndodhin. Përkundër kësaj, ajo nuk pëlqen të bjerë në sy për bujarinë e saj, duke e konsideruar këtë një akt fare normal. Peshqit, gruaja e lindur në këtë shenjë përfaqëson emblemën e zemërgjerësisë së pastër dhe demokratike në kuptimin e gjerë të fjalës, pasi ajo në thelb është e lumtur vetëm kur të tjerët janë. Prandaj, zakonisht ajo merret me iniciativa bamirësie që e bëjnë të ndihet mirë me vetveten. Bricjapi, bujar mund të përcaktohen sepse edhe atyre si virgjëreshat nuk u pëlqen të mburen me veprimet e tyre dhe ndonjëherë nuk arrin të jenë bujar siç do dëshironin, por qëllimet janë gjithmonë fisnike dhe mbi të gjitha spontane. Ato nuk i durojnë dot njerëzit që e konsiderojnë veten zemër mirë vetëm për t'u dukur më mirë para të tjerëve. Luani, gjithmonë të përqendruar shumë në veten e tyre, gratë e lindura në shenjën e Luanit e dinë megjithatë se janë shumë bujare dhe gjithashtu priren të jenë veçanërisht të tilla me ata që i konsiderojnë vërtet të vlefshëm për këtë vëmendje. Ato nuk e konsiderojnë veten naive dhe ndoshta mendojnë se jo të gjithë meritojnë mbështetjen e tyre. Pavarësisht kësaj, janë të përzemërta dhe do të bëjnë gjithçka që është e mundur për të përmirësuar situatën e një personi të dashur.